الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Të mi, vëllezër të nderuar, të gjitha falënderime dhe tërë lavdit i takojnë vetëm Allahut Dhul Xhelal. I lutëm dhe i përgjerohëm madhërisë e Tij. I kërkojmë ndihmën e Tij që të na përdorë në rrugëtimin tonë të përbashkët që të arrijmë kënaqësinë e Tij. Përshëndetje dhe shumë selame i adresoj për vullën e pejgamberisë, për njeriun më të mirë, më të bukur, më të mëshirshëm, më vizionar, më besimtar, i mbarë njerëzisë, kush tjetër pos Muhammedit alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të bekuar, për shokët e tij shumë të nderuar, për gjithë besimtare deri në ditën e Kiametit, ditën e llahtarisë, ditën e tubimit, ditën e ringjalljes, ditën e llogarisë. Të dashurit e mi, sot me domos të kam emocione të veçanta, por këto janë edhe ndjenja krenarie dhe kënaqësie, që sot gjendemi në zemër të Shqipërisë, në fushkrujen, në vendbanimin dhe strehen pranë varrit bijës së shqiptarisë, e cila është e varrosur këto afër. Aja është Shote Galica. Është ky vend i bekuar ku ne shqiptarë të Kosovës, sa herë që hymë në territorin shqiptar, pa fije dyshimi, ndjenjat, por edhe kujtesa e ditëve më të rënduara na kthehen në memorien tonë, dhe është shumë e veçantë që ne t'i falenderohemi Allahut si vëllau i vogël, vëllau të madh. E vëllau i vogël ndaj vëllau të madh, obligimi edhe të njëjtën kohë borxhi moral, emocional nuk përfundon deri në ditën e llahtarisë, që një ditë të gjithë Allahut do t'i dalën para. Prandaj e lusë Allahun për ju, për shërbimin që ju i keni bo kauzës tonë të përbashkët. E lusë Allahun për gjithë atë bukëdhënien që ju neve na keni dhuru, për gjithë atë strehim që popullit Kosovës, i cili jemi një pa dallim, e keni strehu. Andaj dashnia, respekti, afërsia dhe admirimi ynë për sakrificën e juaj deri në ditën e Kiametit nuk kemi me harru. Me emër të Allahut, sot unë do të flas për një temë të cilën në të gjitha trojet e shqiptarëve është apel nga muftiju jon i Republikës të Kosovës. Edhe unë pe paramendoj vetën sikur të isha në xhamin time në Shqipëri Mitrovic. E aja është pikërisht për rëndësin e vlerave më sublime të popullit shqiptar. Ashtu sikur në tërë xhamit tona atje ligjerohet për këto vlera madhështore që i ka populli dhe kombi dhe feja jonë, sot pikërisht në këta minuta, në hijen e këtyre qasteve, do t'i drejtohen popullit shqiptar nga zemra Shqipërisë, madje të gjithë, pa dallim besimi, pa dallim orientimi, pa dallim krahine, e pa dallim nahije, se çështja më madhështore që të qëndrojmë të bashkuar në shërbim të paqes, në shërbim të amanetit,
të herojve dhe heroinave tona, të shahidave tonë, na duhet që t'i përvlelim mangët e punës, të bashkimit, të unitetit. Shqiptarët në asnjë rrethon tjetër, kur ma shumë se sa sot, nuk ka qenë imperativ i kohës, se sa sot të jemi të bashkuar rreth ljetarit të Zotit, e sidomos ta shfrytëzojmë muajin e shenjtë të Ramazan, sepse sot është pa fije dyshimi gjumaja e fundit e muajit Shaban, e sot një javë kemi gjumën e parë të muajit të bekuar. E profeti jon Muhammed alayhis salam na ka mësuar të dashurit e mi që edhe na ka përgëzuar të njëjtën kohë se ky është muaji i rahmetit, ky është muaji i Kur'anit, ky është muaji i unitetit, ky është muaji i ndërgjegjësimit, ky është muaji i vetëdijësimit, ky është muaji i ngritjes së vlerave të larta njerëzore që duhet t'i posedojë ky popull si hisetar në umetin e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar sahabët e vet, e ka përgëzuar umetin e vet, por edhe ne i përgëzojmë popullin ton që po na vije ky muaj i bekuar, por muaji Ramazan po koincidon me një datë historike e cila kalon gjurmë të pashlyer në historinë më moderne të Kosovës, sepse kemi datën historike dhe nuk ka qenë fitore më e madhe në kalendarin tonë kombëtar pas vitit 1878 me lidhjen e Prizrenit deri në pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008. Prandaj ndërmjet këtyre dy datave, 10 qershor vitit 1878, në xhaminë e Bayraklis në Prizren, të bohen burrat e të gjitha fiseve, e të gjitha krahinave, e të gjitha nahive, madje shprehem në zhargonin e historisë, burrat e të gjitha vilajeteve, dhe e zgjedhin Prizrenin që të vendosin celulat e para të liridashësisë edhe të vetëmësisë tonë si shqiptar, edhe nuk pushuan orvatje, përpjekje, mund, angazhem, gjak, sakrificë, lot, po të gjitha nuk ishin hakmarrje ndaj atyre që na bënën zullum, por ishte mobilizim për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, për ta mbrojtur ezanin e Muhammedit, për ta mbrojtur gjuhën tonë shqipe dhe të drejtën më themeltare që të jemi të lirë. Sikur tha Omeri radiallahu anhu, prej ka ku gjoni ju të mërni këtë drejtë, ja mohani njerëzve të drejtën të menojnë, të besojnë, të shprehen, të jetojnë, qysh ata i la të lirë i madhi Zot, ati kofshun fal. Mos harroni, prej asoj date, e deri në shlirimin e Kosovës nga zgjedha Serboslavisë, kanë dhënë bitë e Shqipës dhe bijat më të mira të kombit ton jetën përmbise 147 dëshmor. 140.000 dëshmor. Prej vitit 1878 e deri në vitin 1999 që ai çlirim pastaj kulmoi pas 9 viteve të shpallët Kosova e pavarur edhe me gjitha sfidat e saj në qerek shekulli, pra një e katërta shekullit 21 që jemi duke kalu, tash po bëhen 27 vite prej se është përfundu lufta në Kosovë dhe vazhdo Zoti paqja dhe progresi i Shqipërive tona, i shqiptarëve tonë, të jehoj lartë e më lartë në formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Ne shqiptarët pa dallim kudo që gjindemi, e shënojmë 17 shkurtin ditën e pavarësisë të Republikës të Kosovës. Zemrat tona janë të mbushura me krenari, por edhe me shqetësim të madh për shkak pa drejtësive që po bëhen e përorëve të çlirimtarëve tanë atje në Hagë. Ne besojmë në pafajësinë e tyre,
në luftën e pastër të UÇK-s, në luftën e drejtë dhe çlirimtare të tokave tona, sikur mos ishte e pastër, sikur mos ishte kërkesë imediate për t'u liruar nga zgjedhja Serboslavis, ka e kishëm fitu na përkrahjen dhe simpatin e aleatëve tanë ndërkombëtar në krye me SBA-n dhe me NATO-n në përgjithësi. Prandaj, përpjekjet e gjithë atyre që dëshirojnë dhe insistojnë për ta njollosur historinë më të ndritur të popullit shqiptar, ata janë dashakeq dhe ugurzi. Prandaj, pjesa pandashme heroizmave tanë dhe të luftës sonë të lavdishme dhe bartës të shumë procesve për ta ndërtu dhe për ta afirmu vendin dhe Kosovën tonë. Prandaj në këtë ditë simbolike me 17 shkurt, e gjithë populli jonë është mobilizu që të prezentojmë në marshin protestus liria ka emër në mbështetje të çlirimtarëve tanë që bëhen padrejtisht në Hagë, dhe ne si besimtar dhe si qytetar të vendeve tona kemi të drejtë dhe obligim moral që ta ngrisim zërin për drejtësi, dinitet dhe të vërtetën tonë historike. Bashkia jonë islame e Kosovës e mbështet fuqimisht, prandaj ka kërku për gjithë imamëve të saj, edhe pse unë sot fizikisht gjindem në Shqipëri, i thras gjithë shqiptarët kudo që janë, që t'i bashkangjiten kësaj thirrje, këtij marshi me përgjegjësi, duke tregu maturi, unitet, njerëzi dhe përgjegjësi, ashtu sikur na mësoi Zoti jonë me Kur'an dhe si na mësoi profeti jonë me hadith alayhi salatu wassalam. Ne nuk do të harrojmë sakrificën e burrave të mëdhej, familjes Jashare, të cilët dhanë çdo gjë për të treguar një yrnek dhe një shëmbulltyr sa është e shtrenjtë paqeja, sa është e madhe liria, sa është e ndjeshme, edhe është përgjegjësi e llojit të vet që të jetojmë të lirë. Andaj në asnjë rrethon projekti më i qelluar i kombit shqiptar nuk do të duhet të njolloset me akuzat të padrejta ndaj luftës sonë së shenjtë çlirimtare të atëdheut tonë. Të dashur besimtar, pavarësia e Kosovës është amanet i shahidave tanë, amanet i çlirimtarëve tanë, amanet i brezave, të atyre lokeve, të atyre plegjeve tanë, të cilat i ujitën këto toka me abdestin e tyre, por edhe me gjakun më të freskët, të cilat e dhanë për lirinë e atëdheut tonë. Prandaj këtë amanet duhet të mërujtë me drejtësi, duhet të kujdesemi për ta me ndershmëri, dhe vlera e këtij amaneti shtohet kur ne e prezantojmë fjalën e Zotit dhe e reprezentojmë me mëshirë dhe rahmet, sikur Zoti na thot: "Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Fa Allahu thuaj ti Muhammed, punoni se Allahu do ta shah punën tuaj, i dërguari i tij dhe besimtarët. Prandaj më shumë se kurrëherë më parë, se sa në këto rrethana të reja gjeostrategjike, edhe në këto rrethana të reja geopolitike, ne shqiptarët nuk duhet të arqojmë njëri tjetrin, ne shqiptarët nuk duhet të akuzojmë njëri tjetrin, ne shqiptarët nuk duhet të përjetojmë dallimin në zemër dhe shpirt. Gjithkush e ka të drejtën e vet, të cilën Allahu ja garantoi, madje edhe të besimit të tij. Por ne kemi shqiptarinë tonë të përbashkët, e kemi historinë tonë të përbashkët. Këtë amanet na e lanë rilindasit tanë, ata burra dhe gra, ata njerëz të vizionit, edhe kushdo që jep trajt dhe ngjyrim tjetër këtij bashkëpunimi dhe këtij komunikimi madje ndërfetar mes vëllezërve të gjakut, në asnjë rrethon nuk ka kuptuar porosinë e Allahut
e as të Muhammedit a.s. për as të djetarëve të cilët e mbajnë unitetin dhe mesin në rrugtimin e tyre drejt kënaqësisë së Allahut. Prandaj kjo datë është një reflektim i një sakrifice, është fryt i një gjaku, i një ndjerse, i një mundi. Krejt ata të cilët u munduan ta njollosin, edhe tash procesi është vesh edhe në fund, edhe me plot kuptimin e fjalës nuk është në pyetje emrat e përveçëm të atyre 4 epororëve të bekuar, inshallah edhe të udhëzuar, mirë po është në pyetje të komplet fati i popullit ton, komplet fati i Kosovës ton, edhe komplet pastërtia e luftës së shenjtë të UÇK-s. Edhe ne si hoxhallarë, edhe ne si besimtar, pjesë pandashme të historisë tonë, më të re, më të bekuar, ja kemi emanet, sikur në atë kohë kur është kërku jetë a vdekje ta mbrojmi kauzën e Adem Jasharit, e cila është kauza më e bekuar, e mbështetur fuqimisht me fjalët e Zotit. Edhe ne sot ta mbrojmë historinë e mos lejojmë që ata që na e dojnë të keqen të na shkruajnë historinë me argatin e shqipfolsve, sa ata nuk janë shqiptarë. Une për marë përgjithësinë intelektuale dhe morale, edhe akademike, edhe kombëtare dhe fetare, me thonë një realitet i cili më dhem shpirti, goja jam me qitë. Por duhet të thojmi, të vërtetën ne shqiptarë të Kosovës e kemi një fjali, thojmë, rishtram të fol drejt. Kur ishte në pyetje procesi i kryekriminalit Ballkan Miloševićit, në rastin e Kosovës, vetëm 60 dëshmitar shqiptar kanë dëshmu kundër tij. Kur është në pyetje tash, procesi i njollosjes së UÇK-s, për 400 e UÇK-s dhe provë të tij janë dalë mbi 200 dëshmitar kundrejt popullit qenjes historisë së vet, duke fabriku edhe duke njollos historinë më të bekuar dhe më të mirë të mundshme. Andaj i lutem Allahut, edhe unë kërkoj për secilit besimtar që ka mundësi lutjeve tona t'i përgjigjet me fjalën amin, që ta ruajmi këtë arritur, se po që se runa Zot ndodh e kundërta, atër dinet e dashurit e mi, rahatia dhe begatia i ka ditët e numruar. Ne duhet ta dimë një sen, sepse njëherë për gjithmonë, mendimin e Zotit, pastaj me mbështetjen e palekundur të alatëve tanë, edhe shteteve tonë amike, e kemi arrit pas një shekulli robrie, pas një shekulli degenerimi që u mundua okupatori jonë me na shkatru, me na dëbu në 4 anë të botës, madje edhe ka synu për të na asimilu. Ne duhet të dashurit e mi ta gjejmë forcën e imanit dhe të bashkimit tonë të radhave tona, ta ruajmi, e këtë rezistencë kë nuk bëhet pas Zotin. Ai cili mundohet më bëj i Zotit pas Zotin, ai është i falimentuar, ai është i dështuar. Madje njeriu pas Zotin nuk ka mundësi të formohet, por ai do të shkatërrohet, do të çmontohet. Njeriu pas Zotin nuk mundet të avancohet, po ai do të denigrohet. Njeriu pas Zotin asnjë proces nuk mund të ecë para. A thuvall, kuk është gjetë forca e imanit, forca e atë dashurisë dhe e flijimit të parëve tanë, të njerëzve tanë. A e dini ku? Secili dëshmor i UÇK-s, secili martir i atyre vendeve tona atje, të dashurit e mi, nëse e marrëm e shfletojmë historikun e edukatorëve tyre, të prindërve tyre, gjyshve tyre, lokëve të tyre, e gjenë se ata e kishin gajle dhe derdh se si do të përfundoj procesi i asoj luftet përgjakshme. Edhe jam i bindun se 12.000 dëshmorë që na i hëngër lufta, pa fije dyshimi, e sot të tjerë vdiqen para tyre, kanë shku me sy hapun apo me sy qelë që themi ne atje në Kosovë, se çka do të bëhet me vendin tonë. Tash jemi në rrethona të reja, tash jemi në heroizma të ri, tash jemi në trajtën e re të patriotizmit tonë. Aja duhet të na forcoj, të na motivoj, të fëmijët e tanë që ta ruajnë identitetin e tyre, fetar dhe kombëtar.
ta ruaj besimin e tyre, ta ruaj moralin e tyre. Edhe në asnjë rrethon mos të tyndën poshtë e lartë që të lypin në zavendësim dhe kompenzim të një identiteti të ri, se shqiptarit pa dallim besimi, e tham me përgjithësi intelektuale, nuk i rrinë më bukur se atë të cilin na kanë mbrymos edukatorët tanë, qofshin hoxhallar e besimtar, por edhe të tjerë që dhanë mundin dhe dhanë ndjersën që ne sot të jemi të lirë dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë, inshallahu me halal. Zoti ma i shpërbleft gjithë ata njerëz, burra e gra, gjithë ata fëmijë që në përmi 1435 të vrarë të masakruar nga dora barbare gjakatare e Serboslavit. Përmbi 20.000 gra e motra tona janë të dhunuar nga Serboslavit. Përmbi se 13.000 janë të vrarë të sakatum. Përmbi 1 milion të boshatesur e të deportum. Ja i madhi Zot këtë ditë xumaje. Mos leja me shku ky mund e ky gjak e ky ndjerës e ky angazhim i madhi Zot mos leja ja Rabbi përse koti që runa Zot lufta jo në shanjët e UÇK-s që të njëlloset me ato akuzat e fabrikuara që pregaditen në kuzhinat e Moskës dhe të Beligradit. I madhi Zot e ka fuqin e jashtëzakonshme. Prandaj ka vendosur rregull kosmologjik në tokë, ai që mundohet, Zoti do t'i shpaguaj mundin dhe angazhimin e tij. Thot Zoti me Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Në surën apo në kapitullin e Marimangës, citati numër 69, thot Zoti, ata që u munun me ardhur te na, ne do t'i mobilizojmë, do t'i ndihmojmë, do t'i mbështesim që me mrit tek na, dijeni se Allahu vërtet është pranë atyre që e bëjnë mirë. Kush e bën më mirë se ai i cili kujdeset për të ardhmen dhe pastërtinë e vendit vet, shtetit vet. Feja mbrohet kur e ki shtetin e së drejtës, edhe liria lulezon në paqe, dashuri e mirëkuptim mes banorëve të saj pa dallim, kur ne punojmë për së mbari edhe nuk e harrojmë të dashur të mi historinë e së kaluarës. Ai i cili e harron të kaluarën, ai do të ballafaqohet me të ardhmen, sepse nuk ka marrë mësim në atë që ka hjek më herë. Andaj të gjithëve, si dashamirët e këtij projekti madhështor të burra dhe grave, që u themelu me gjake me ndjerës, edhe jemi duke i vjell pa fije dyshimi flytet e mirësive dhe të begative të këtij vendi edhe këtyre lirive tona dhe gjitha Shqipëritë tona, une ju tham, e sidomos gjeneratës së re, e cila nuk e ka përjetu kohët më të errta dhe të cilët kemi kalu si na atej kufinit, si ju këtej kufinit, ati që i ka lavdia betejave, nuk do të duhet të krenaria e fitoreve. E në krenarin e fitoreve, i madhe i vogël, plak e i ri, gru e fëmi, kaj që ka kjo shqiptari, duhet jemi krenar për fitore tona të përbashta, pavarësisht se në lavdit e betejave për i shumicës absolute morin pjesë pakic e pakicës. E inshallah Allahu nuk na privan për të mirave të saj në dunja edhe në ahiret. Shumë faleminderit në vëmendje. Këto fjali kam pas me i thanë në xhamin tim në Shqipël, por rastita të jemi sot musafir i hoxhës tuaj, edhe i stafit tuaj, edhe këtij xhamatit mrekullueshëm, edhe për një çast i mbylla sytë e ballit, e i hapa sytë e zemrës, që ta tham atë të cilën do ta thoja në Shqipolin tim të Mitrovicës. Zoti na bashkoft në hajër e të mirë, e urime na qoftë mu i bekuar, e me hajër e me gëzime na mundsoft që të gjitha datat tona historike dhe ngjarjet tona më të mëdha dhe më sublime, të gjithë së bashku t'i festojmë formën, mënyrën më të mirë të mundshme. Shqiptarët si anej edhe si kënej, kur më mirë punë nuk i kanë pas. Mirë, po kur më të varfër shpirtërisht dhe emocionalisht nuk kanë qenë si sa sot. Andaj unë kërkoj që ta bëjmë një ekuilibrim, një balancim mes kërkesës materiale të cilën Allahu na ka dhuruar me bollëk
edhe të njëjtën kohë kërkesës shpirtërore dhe emocionale e cila nuk guxon të varfërohet në asnjë rrethon. Zoti ju rujt. Faleminderit shumë vëmendje. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimin al ahya'u minhum wal mayyitin. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Të dashur të mi, ata jetë të cilën e lexoj në fund të hutbes në shqiporin tim, do ta lexoj edhe në xhamin e vëllaut tim dhe vëllezërve të mi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u likshtohuni se ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Ali Imran 139, citati i kësaj fjalës së dashur, fjalës së Allahut. Kur njeriu don të jetë i sigurt të mos gaboj, le të flet me fjalët e Allahut, gjithmonë do t'ia qellaj. Përgatituni ta falën farzën e xumos, Allahu qabul.